Ki bë shumë mirë që ki bë publike. Të gjithë femrat do jemi me ty. Je shumë femër e fortë, bravo. Unë e kam bë publike për të vetëm arsye për me dhënë forcë vajzave me fol. Ka i herë noshta edhe prind bëhen pa dashje edhe armiq. Pa dashje, pa ditë, bëhen armiq se një njoshta. Por duhet me fol e duhet me denoncu, të paktën me aprovu. Të paktën me aprovu. E di që në Shqipëni nuk të beson kërkush, se u pa, ashtu pa, jam të mbullizu edhe këto, edhe ky komenti që ka shkru tesh 40 vjet. Unë 40 vjet që nuk jam vetë. Dhe më thanë, ka mundu se jam shumë ma malle, ka thanë që pa e bëj fija thik me 2 prejsa. Aja ka ditë shumë mirë sa vjeç jam unë. Edhe janë të mbullizu. Pse si demaskon? Unë nuk i dijem në të tyne. Unë nuk i dijem në të tyne. Që nuk kam se si mi demasku. Ma dhe dhe të pas prova. Dhe të pas prova. Unë në provat ma si 7 vjetë dhe s'kam kuj marrë. E kam thanë se mua e gjoha më ka ba më nëshu jetën. Edhe më ka nëshu jetën në njërën ma negative të mundshme. Për e pas fort vajzat që ma zbinë prej e këtyne plehave. Mi e thanë prind dhe mos i lejnë e fëmijët vetëm. Sepse mund të nollin. Kontrollohen a fëmijëve. Deri 18 vjeç keni drejt me ja kontrollua telefonin fëmijëve. Mani fëmijët në kontroll. Ka ardhur një kohë shumë më e keqe se ka kanë dikur. A dhe dikur ka kanë kohë plehash ka kanë. Dhe s'ka guxu me fol. A dhe sot zguxojmë gratë me fol. Rahet vajza se s'den më feju. S'den e bashkëtu me fejumin. E ra baba, e ra vaj, e ra dhe fejumi. Çfarë jetë do të kishte bëja vajz? Çfarë jetë do të kishte bëja vajz? Do të kishte kanë një nga viktimat. Faleminderit Zotit që e kanë njoftu dikën. Edhe s'ka shku situatë më keq. Për i këtë e flasun e këtë gjë. Nuk është se e flasun për e bëj inteligjenten ose pedagogen, si më ka thënë dikush. E tham për me zonë mend prind të tjerë me rujt fëmijët edhe minaj fëmijëve sa më afër tjetër dhe mu i çon. Son vajza eme ka mamin e vetë. Sot kem shpirtin gjallë, vajza eme ka mu. Unë nuk kam pas kërkam. A sot nuk kam kërkam. Për një të tham. Rrino fëmijëve afër, dashtën prind, rrino fëmijëve afër, flitni sa më shumë, mani sa më shumë afër vetit. Kontrolloni me ka shëshnohen, si shëshnohen, kur del, kur hen, kur del. Edhe telefonin kontrolloni ja. Sa edhe shëshnia keqë në kanë shumë, për pat keqë. Për një, e kam thënë. Faleminderit për këtë koment. Pashim të në fëmijët o Zot.